Banorët e fshatit Vërdov, të cilët jetojnë përgjatë lumit me të njëjtin emër në Pogradec, kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për t'i dhënë fund një problemi që i shqetëson prej më shumë se 30 vitesh. Sa herë ka rreshje të dendura shiu, ata përballen me rrezikun e përmbytjeve dhe dëme në banesat e tyre. Banorët kundërshtojnë projektin e Bashkisë Pogradec, e cila parashikon ndërtimin krahas argjinaturës edhe të një trotuari me gjerësi 1.5 metra për lëvizjen e këmbësorëve. Me projekte nga bashkia, jo 1,5 metra, jo 50 ponte, jo këto, o vllap qarë për na duen këto neve, ti na sistemon lumin, na i shtrov me betone, njërën tjetër ansoret gjitha i duam të sistemuara. Si do kaloj unë me atë 1,5 metra që do futem në shtëpia, me të mur? Lumi është me të 2 kratë, një copë mur këtu, një copë mur atje. Të bëhen 2 mure të sakta. Fundi i murit të zjerohet, i lumit të zjerohet, të rregullohet mirë, të pastrohet, dhe neve pasat ta dim që të kemi dhe ure, të kalojmë, si do komunikojmë? Unë jam me të sëmurë. Tani e kundërshtojmë se duan të hyjnë 1,5 metra. Nuk e marrim pjesë. Ne jemi dakord me këtë projekt që kanë bërë. Përfaqësuesi i Bashkisë Pogradec, Fatmir Hamolli, thotë se projekti i propozuar synon të japë një zgjidhje afatgjatë problematikës së lumit të Vërdovës. E para njëra është sistemimi i ujrave të zeza, thellimi i lumit dhe zgjidhjen përfundimtare, një herë mirë, pasi u bë shumë vite që ky lum merr dhe shkakton dëme në këtë pjesë. Pra, banorët, me sa kuptova unë, duan sistemimin e ujrave të zeza, thellimin e shtratit dhe zgjidhjen përfundimtare një herë mirë të gjithë prurjeve që vinë nga lart malit. Gjatë të paktën 10 viteve të fundit, lumi i Vërdovës është kthyer disa herë në burim rreziku për banorët e zonës. Përmbytjet janë shkaktuar nga devijimet e rrjedhës së lumit, si dhe nga urat me kuotë ulët, të cilat pengojnë kalimin normal të ujit gjatë rreshjeve intensive.